Bismillahirrahmanirrahim. Një për rregullave fikore, edhe është më rëndësimi i ditë kur ecin mal, ujrat, krejt çka janë mal janë ujrat pastërta. Andaj edhe për ta pi, edhe për të marrë abdest, edhe për t'u la, për të marrë gusëll, lirisht me këtë ujë mund është mu la. Se çdo ujë që bie prej qiellit ose del prej tokës është i pastër. Edhe ai domethënë vlen edhe me marrë abdest, edhe me pi, edhe me u la. Tash ky rregull fikor tregon lehtësinë e fesë. Se ti je në bjeshke në mal, tu lëviz, e tash vjen vakti namazit. S'ki ujë me veti, s'ka problem, ku gjesh ujë, merr abdest. Për me kuptu se të gjitha detyrat, obligimet fetare në Islam janë lehtë zbatueshme. Nuk ka komplikime. Po edhe Zoti mos e bëv, s'ka ujë hiç, për shembull, është mal i thatë. S'ka ujë hiç. Vjen vakti namazit, e kije drejtën e bashkimit, dhe e ke qeni shkurtume nëse je udhëtar. Po tash ka arrit koha e kalon, jo ka afro akşamit, përfundon koha e tuti namazeve. Atër merr tejemum, i bie dheu, domethënë dhe, kudo që shef dhe, i bie një herë dorë, i fërkon durt, i bie për zyti, i fërkon fytyrën, edhe me atë tejemum falesh. Kërso namazi nuk lihet. Edhe në fush, edhe në bjeshk, edhe në mal, edhe po me konë borë, na këtë udhe kina esë edhe borë kur ka konë. Atër njëtë borë është domethënë ujë. E merë borën me borë, merë abdest edhe pakisht falesh. Me nësia është që besimtari kudo që shkon, namazin mos me lanë, edhe këto lehtësime të rregulla fikore tregojnë se namazi është lehtë i zbatueshëm të gjitha situatat dhe rrethonat. Andaj besimtari duhet me jetë gati namazit, edhe me te me e dëshmu islamin e tij e para, dhe dyta me u bë model për tjerët. Kur kanë fillu vllaznia me ecë me bjeshkatar për para, një pjesë e madhe janë falë në shtëpi, ama në bjeshk janë falë. Pse? S'kena kushte, abdest, tejemum, mes, këto rregulla fikore si kanë ditë edhe bashkëmirë. Edhe kanë lënë namazin kur janë kthyer në akşam të shtëpia kanë falë bashkë. Kur i kanë pa këta tu falë, mal, tu marr abdest me ujin e malit, me borë, i kanë pas kushtet, Axhimusa ka një segjade të veçantë edhe për mborë me vnue, e mushamës, atë kanë filluar edhe tjetë mu falë. Edhe është tash kënaqësi e madhe kur shkojmë grupet mëdha, 200-300 veta, kur e shefti 3-4-10-50 falen, është kënaqësi e madhe se i bën model për tjerë. Andaj kjo është një meselë që dosha me nda me juve në këtë pauzë. Allahu na bëf për atyre që vazhdimisht e falin namazin dhe kur nuk e lën,